të jetë preokupimi jonë qendror dhe thelbësor dhe parimor, shikojmë se si të bëhem miq me Zotin. Si të më bëhem miq me ta. Po njëri ka herë kur e din që është një familje e mirë, a do më qesu me ta, më marr çikën. Për shembull, me lyp çikën. Të mirë, familje e mirë. Familje devotshme, familje sinqert, familje do që Allah e ka kërkuar që ashtu më kon. Nuk zgënjet edhe 10 herë me e kthy jopta. Të nga kjo rrugë, të nga ajo rrugë, se ja vlen për mitësi me ta, apo me që lëllëj mësiti, lëllëj sakrifice, ma dhe gjithë shka pe hedive që ka të kollazën, pe kushtëve, pranojnë edhe kushtet, kështu të gjithë shka që të arrin një mitësi të mirë fillë, nga se sot nuk është let me bu mitësi të mirë, apëta, fatkeqësisht. Nuk është let me bu mitësi të mirë sot, apëta. Prandaj, njerëzit nuk hezitojnë këtë drejtim. Madje me bu mik dikën të për njerëzve, të afërt, me mujt me net me të me mujt, apo nuk hezitojnë këtë drejtim, për shkak se përfitojnë nga kjo apëta. Dhe nuk ndalen kur se tentuari çdo mënyrë t'i afrojnë atij që është i mirë. E sa bëjmë këtë drejtim, mu afrojmë me Allahun xhallahu ala. Ai kena pranuar këtë kushte që Allah ka kërkuar për ne un bumik me ta. Ai ka kushte. I ka përmendur se janë kushte të shafsa, as janë do të thotë të panjohura, janë kushtet e Allah xhallahu ala. 2. Mimma aftaratu alay wa la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Çto Allah i dën. Me akry obligime që të ka ngarku me to dhe të vazhdosh pak më tutje me donafile që atër Allah u dënë ty. Dhe kjo dashuri tash është jo dashuri sikur se kemi përmendur te Kamna Hotel Wadud, por është tash një dashuri e përcjellur me një kujdes të posaçëm deri në atë mos sa që e merr përsipër mbikëqyrjen e tërë qenies tonë, mos të jetë kundër te, po gjithmonë të jetë favorin tonë apo. Para në subhanallah, Allah më tamam përsipër dëgjimin, edhe më thon keq ka dëgjojsh, do të jetë me lejen e Allahut azhjal gjithmonë duke urizu për të mirë apo. Ti snin edhe nëse një fjalë të keqe, apo edhe këto tash ndërroj në punë të mira apo. Krejt tash, ki tër veshi çka të nin është në shërbim punëve të mira apo. Ti smunësh të më aktivizu kështu apo. Pa e merr përsipër. Kum tu sama. Tash bom dëgjimi i ti. Jo që Allah xhallahu ala futet veshë dikujt. Allah xhallahu nuk shkrihet në kresa. Asa ajo është mbi ashën e tij. Dhe kun të sema, të bëjmë dëgjimi ti, të tëtë, Allahu xhallahu ala, është ai që i jep sukses këtij dëgjimi dhe e drejton dhe e orienton në drejtim të duhur që gjithmonë të jetë në ruajtjen e raportit me Allahun xhallahu ala. Nga se njerëzit i shkputin raportin me Allahun xhallahu ala ose për shkak të moskujdesit në dëgjim, ose për shkak të moskujdesit në shikim, ose për shkak të moskujdesit në çka marrin dhe çu që fitojnë, ose për shkak të moskujdesit ka ecën dhe ka shkojnë. Njëra nga këto 4 i shkput raportin me Allahun xhallahu ala. E Allahu xhallahu ala thotë derisa ti e bëvolia dhe je përpjek që të bëhesh miku jam dhe dashur jam, unë kujdesem që nga këto 4 mos t'i kputi mund t'i punta. Subhanallah. Tash ai e ruan mitësinë më shumë se ti që ruan me ta. Ai e ruan mitësinë me ty, ma te përse që ti e ruan me te. Kur ti ka këbëra që Allah xhallahu ka grupit tjetër. E sa me konçmimi i kësaj, për shembull, mund me kon shtrajt. A ka shtrajt për ballë saj diçka? Kurgjë valla. Kurgjë. Ti veç dush me bën një hap të madh, apo që më u fut mbrana kornizës së Ahmed al-Wali. Po u fut mbrana pjesën e mbetur, Allah e mbikëqyr atë. Jo që ti tash shtirosh. Jo. Kur të ai mund mbikëqyrje, është një edukat më posaçme pastaj. Të çka është, dhe me ton del tani ti s'dal më atë. Sikur si ka thënë pejgamberi Abu Bekr, ti je në xhenet. Apo tani çka ka bëu Bekr më saj? Me çka ka kujt më shumë. E çau fol më shumë. E çuçi bien kjo, po kur thish aty mbrana e merr vesh. Se përjashtë në shek këto çuçi bien kjo. Na nuk e dim çuçi bien në ndikujt ti je xhenet li, apo edhe tani janë nisë më shumë u fol. A janë nisë më shumë kujdesshëm, na s'to se di. Ama kur thish mbrana aty janë nisë më marr vesh apo. Nisë më kuptues është një ambient, është një klim tjetër. Përse klima që është jashtë asoj që na po e jetojmë. Është një oksigjen tjetër që thithet jashtë atij oksigjeni që na po e thithëm dhe po e ndihmë. Prandaj besimtari për ballë kësaj misie nuk kurson asgjë. Keq ka duhet. Duke filluar nga hapi i parë, nga dia. Çfarë kam obligim ndaj Zotit? Apo çai kam bërë në Zotin Allah, mund më ditë. Më interesu çka kam bërë. Fillim me çka kam bërë Allah me zemër.
çka kam bërë Allah me gjuhë, çka kam bërë Allah me gjuhë ty. Me një këto borxhe. Pastaj me shiku zbatimin e këtyre borxheve në rrafshin ditor. Javor, mujor, vjetor, jetësor. Dhe me pas në çdo rrafsh të farzave, e pas mundësi me shtu ka pak edhe nafila. Çdo rrafsh. Që të fitojmë ato që Allah xhallahu ka garantuar. Atëre men adha li waliyan. Atëre kush e nguc, Allah i ka shpon luftat.